Zbulohet dhe dokumentohet një rast i trafikut të paligjshëm të mjeteve lundruese nga Greqia në Shqipëri. Policia e Sarandës ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar Silent Crossing, në kuadër të së cilit janë zbuluar dhe dokumentuar një rast i trafikut të paligjshëm të mjeteve lundruese nga Korfuzi drejt Shqipërisë. Një person është vënë në pranga dhe 3 të tjerë janë shpallur në kërkim si autor të dyshuar të kësaj veprimtarie kriminale. I arrestuar është shtetasi Deniz Dauti, ndërsa në kërkim janë shpallur shtetasit Dritan Jorgji, Antonio Jorgji dhe Alban Kuka. Nga hetimet e para të kryer nga grupi hetimor i ngritur për këtë rast, rezultoi se këta 4 shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vjedhur në ishullin e Korfuzit 2 mjete lundruese, konkretisht një skaf dhe një gomone, të cilin më pas i kanë trafikuar në Shqipëri në qytetin e Sarandës. Gjatë kontrolleve të ushtruara në kuadër të këtij operacioni është gjetur i fshehur njëri prej mjeteve lundruese në një parcelë në fshatin Vrion, finiq i cili u sekuestrua në cilësinë e provës materiale së bashku me një mjet kamion të dyshuar se është përdorur për transportimin e mjeteve nga Bregdeti në drejtim të parcelës. Ndërkohë, vijon puna dhe veprimet për kapjen e personave të shpallur në kërkim, si dhe identifikimin dhe dokumentimin ligjor të personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.